Njësitë e bujtinave po bëhen çdo ditë më shumë një mundësi që banorët e zonave rurale të mos largohen prej vendit. Në fshatin Shulbator të bashkisë Klosë ndodhen disa kulla të cilat janë nga 200 deri në 300 vjeçare. Poseduesit e tyre kanë parë kohë të fundit si një mundësi e mirë për të rikthyer në bujtina pritëse. Shaban Zaimi është njëri prej banorëve të Shulbatorës i cili po investon në kullën e tij 300 vjeçare. Ai tregon se nga dy kulla që posedon, njërin do ta kthejë në bujtinë, tjetrën do ta ketë shtëpi për vete. Shabani tregon se do të qëndrojë aty bashkë me djemtë e tij, të cilët do të merren më pas me menaxhimin e bujtinës. Unë kam dy kulla. Njërin e kam për bujtinë dhe ta bëj. Njërin e kam për familjen. Kullat e 300-400 vjetë, të gjithë kanë filluar me rregullu fshatin. Për ne duam një ndihmë që ta shohin këtë pjesë Shulbatra këtu, që është kampion për gjithë rrethin e motit. Aty kam 5 dhoma. Komplet do të bëjnë këtu jashtë bile. 5 dhoma janë për budin, nuk janë largu jashtë edhe. Duke qenë se fshati ka resurse të mëdha për turizmin, Shaban Zaimi kërkon që pushteti vendor të investojë sidomos në sistemin e ujrave të ndotura. Problemi është me këto ujtë e zeza që bëhen fillimisht ka probleme. Ujrat e zeza nuk funksionojnë këtu mrapa, edhe gjithë se tërmoj i thonë një kanë dabil, i kanë hethë të poshtë, nuk vjen të ne, nuk hypin. Po, për të vret se blokon shpesh herë. Fshati Shulbator në njësinë administrative Gurën bashkinë e Klosit mbetet unik në të gjithë matin për shkak të kullave shekullore që gjenden pranë njëra tjetrës.